7 mrekullit e transformimit shpirtëror që po vinë në janar 2026. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot jam këtu për të ndarë me ju një mesazh të fuqishëm, plot shpresë dhe dritë. Ne jemi në prag të një periudhe të re, një transformimi të madh shpirtëror që fillon pikërisht në fillim të janarit 2026. Kjo nuk është thjesht një ndryshim kalendarik, është një valë energjie e re që po lëviz nëpër botë, duke na ofruar mundësinë për të jetuar me më shumë paqe, dashuri dhe kuptim. Imagjinoni për një moment një energji e fuqishme, e pastër, që prek çdo qenie njerëzore. Ajo na fton të çlirohemi nga e vjetra dhe të hapim derën për të renë. Dhe në qendër të këtij transformimi qëndrojnë 7 mrekullit, 7 dhurata shpirtërore që do të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dhe jetojmë jetën tonë. Sot do të flasim gjatë për secilën prej tyre, duke shkuar thellë në kuptimin e tyre, duke ndarë shembuj, reflektime personale dhe si mund t'i mirëpresim ato në jetën tonë të përditshme. Le të fillojmë duke folur për kontekstin. Pse pikërisht tani? Pse janari 2026? Sepse data 2 janar 2026 shënon një moment kyç, është si hapja e një libri të ri jetese, me faqe të bardha plot shpresë dhe forcë. Është momenti për të rishkruar historinë tonë personale. Hëna në qiell po mbështet këtë cikël të ri, duke na inkurajuar të jemi të durueshëm, të rritemi gradualisht, pa nxitim. Ajo na kujton se ndryshimi i vërtet vjen nga hapa të vegjël, por të qëllimshëm. Energjia e re që po vjen është si një erë e freskët që pastron ajrin. Ajo na ofron paqe të brendshme, dashuri më të thellë për veten dhe të tjerët dhe një të ardhme më të ndritur. Por për ta përqafuar duhet të mbrojmë baterinë tonë energjetike, të themi jo gjërave që na konsumojnë dhe po atyre që na mbushin me gëzim. Tani le të zhytemi thellë në 7 mrekulli. Do të kalojmë kohë me secilën, duke reflektuar, duke imagjinuar dhe duke kuptuar se si ato mund të transformojnë jetën tonë. Mrekullia e parë, perspektivë e re. Shumë prej nesh jetojnë në rutinë ditore, zgjohemi, punojmë, flejmë dhe përsëritet. Por kjo energji e re na çliron nga kjo kurth. Na jep sy të rinj për të parë botën. Imagjinoni të zgjoheni një mëngjes dhe të shihni gjithçka ndryshe. Pemët më të gjalla, njerëzit më të dashur, sfidat si mundësi. Kjo nuk është iluzion, është çlirim shpirtëror. Reflektoni, çfarë do të ndryshonte në jetën tuaj nëse do të shihni çdo ditë si një aventurë të re? Kjo mrekulli na fton të lëmë pas gjykimet e vjetra dhe të përqafojmë bukurinë e së panjohurës. Merrni kohë çdo ditë për të vëzhguar botën rreth jush me kuriozitet fëmijëror. Kjo është çelësi për të hapur këtë dhuratë. Mrekullia e dytë, lehtësim emocional. Sa barë emocionale mbajmë ne? Inate të vjetra, trishtime, frikëra që na rëndojnë sigur në shpinë. Kjo mrekulli na ndihmon të lëmë pas këto barë. Është si të hiqni një çantë të rëndë pas një udhëtimi të gjatë, pa pritur ndjeni të lehtë, të lirë. Filloni të ndjeni gëzim pa arsye, të qeshni më shumë, të frymoni thellë. Reflektoni për një moment, cila është bara emocionale që ju mban peng? Falja, pranimi, lënia lirë, këto janë hapat. Kjo energji e re na mbështet të shërojmë plagët e vjetra, duke na dhënë një ndjenjë lehtësie që na bën të fluturojmë. Mrekullia e tretë, marrëdhënie më të mira. Në botën tonë të ngarkuar, lidhjet shpesh thyen me familjen, miqt, partnerët. Kjo mrekulli rregullon ato që janë thyer. Na afron me njerëzit e dashur, na ndihmon të komunikojmë me zemër të hapur. Imagjinoni biseda të sinqerta që shërojnë vite të tëra keqkuptimesh. Ose takime të reja me shpirtra të ngjashëm. Kjo nuk është rastësi, është energjia që ndërton ura. Reflektoni, me cilin person doni të afroni më shumë? Filloni me një mesazh të vogël dashurie. Kjo mrekulli na mëson se dashuria e vërtet fillon nga brenda dhe rrezaton jashtë. Mrekullia e katërt, mundësi të reja. Shumë herë ndihemi të bllokuar, dyrë të mbyllura kudo. Por kjo mrekulli i hap ato shtigje që dukeshin të pamundura.
papritur shfaqen oferta pune, ide kreative, udhëtime ose lidhje që ndryshojnë gjithçka. Është si universi të thotë, ja, kjo është për ty. Reflektoni, çfarë ëndre keni lënë pas dore? Kjo energji na inkurajon të besojmë se gjithçka është e mundur. Jini të hapur, thoni, po mundësive të vogla, ato çojnë të mëdha. Mrekullia e pestë, ndryshimi i reagimeve. Problemet do të vinë gjithmonë, por kjo mrekulli ndryshon mënyrën se si reagojmë ndaj tyre. Nga stresi dhe zemërimi, kalojmë në qetësi dhe zgjidhje. Ndiheni më të fortë, më të kontrolluar. Reflektoni për një situatë stresuese të fundit, si do të reagonit ndryshe tani. Kjo është rritje shpirtërore, të mos lejoni që jashtëmia të kontrollojë brendësinë tuaj. Mrekullia e gjashtë, gëzimi në gjërat e vogla. Jeta e përditshme bëhet magjike. Rigjeni pasionin për gjërat e thjeshta, një filxhan çaji, një shëtitje, një buzëqeshje. Kjo mrekulli na rikthen gëzimin e humbur, na bën të ndihemi të gjallë përsëri. Mrekullia e shtatë, mirëkuptim dhe afërsi. Dhe tani, le të qëndrojmë edhe pak më gjatë te mrekullia e shtatë, sepse ajo është si kurora e të gjitha të tjerave, mirëkuptimi dhe afërsia e vërtet me njerëzit rreth nesh. Imagjinoni një botë ku nuk ka më keqkuptime të mëdha, ku fjalët tona dhe toni ynë arrin zemrat e të tjerëve pa pengesa. Kjo energji e re që po vjen në janar 2026 na ndihmon pikërisht për këtë, të ndërtojmë mura të reja komunikimi, të forta dhe të sinqerta. Pa pritur, do të filloni të dëgjoni jo vetëm fjalët që thot dikush, por edhe atë që fshe zemra e tij. Do të kuptoni dhimbjen pas një heshtjeje, gëzimin pas një buzëqeshjeje të vogël. Dhe më e bukura, edhe të tjerët do të fillojnë të ju kuptojnë më mirë juve. Do të ndjeni një afërsi të thellë, si ajo që kemi pasur si fëmijë, pa maska, pa frikë nga gjykimi. Kjo mrekulli na rikthen ndjenjen se nuk jemi vetëm. Edhe në momente heshtjeje, ndjehemi të lidhur. Edhe me njerëz që i shohim rrallë, do të krijohet një fije e padukshme dashurie dhe mirëkuptimi. Reflektoni për një çast, kush është ai person me të cilin doni të ndërtoni një urë më të fortë sot? Ndoshta një telefonat të shkurtër, një mesazh i thjeshtë ku thoni, po mendoja për ty, këto janë fillimet e mëdha. Kjo është dhurata më e çmuar e kësaj periudhe, të ndihemi përsëri pjesë e njëri tjetrit, të ndihemi të dashur dhe të kuptuar pa pasur nevojë të shpjegojmë gjithçka. Merrni frymë thellë dhe lejoni që kjo afërsi e re të hyjë ngadalë në zemrën tuaj. Në fund të ditës, mesazhi është i thjeshtë, ndryshimi nuk ka nevojë të jetë i madh apo i shpejtë. Hapat e vegjël me qëllim të qartë sjellin transformimin e vërtetë. Besoni te vetja, jini të hapur ndaj mundësive. 2026 është viti juaj për të shkëlqyer. Faleminderit që ishit me mua sot. Nëse ky mesazh ju preku, shtypni like, abonohuni dhe ndani me dikë që ka nevojë për dritë. Shihemi së shpejti. Bekime të mëdha.